Qytetarët tash janë ato që vendosin kush do ta merr punën e re prej dy kundër kandidatëve. E ke mundësinë për t'ju tregu kush është Muhameti për ata që nuk e dinë. Qytetarët e Dervenit e njohin Muhametin, ka qenë zëri i tyre në Këshillin Komunal, Okej. realisht për një mandat të plot, edhe në Këshillin e qytetit Shkupit për 2 vite e gjysmë, 3, derisa u emërova drejtor ekzekutiv në drejtorin për përçimin e gazit natyror në Magas. Muhamet Elmazi është e lind edhe rrit në Saraj. Jam prind i 5 fëmijëve. Mashallah, me jeta gjatë. Faleminderit. Bashkëjetoj me prindërit e mi, të cilët më kanë shoqëruar në çdo pjesë të jetës time, kanë qenë afër meje. Jam ekonomist i diplomuar në fakultetin e Universitetit Tetovës, USHT. Mundohem, jam rritur si gjithë gjenerata ime me përkraje të prindërve, familjes. Mundohen t'jena ato çka na kanë mësu familja e jonë, t'jena afër qytetarëve edhe t'jena vetvetja, mos aktroj.